E pra të nderuar miq, jemi rikthyer në studio, pas që kemi ndjekur një blog të shkurtër muzikor, tani radha ne ka këndi intervistës, ku të flasim me personalitetin e radhës, do të diskutojmë sot për një temë interesante, që të themi në një farë forme dhe tema cilën do ta diskutojmë ka thyer sadopak monotoninë e zërinjeve konkretisht në qytetin e Tetovës, do të diskutojmë për shkollën, për leadership, për të folur në publik dhe njëkohësisht për debat, por dhe për veprimtarinë e të ftuarës. Është një privilegj shumë i madh që sot në emision të kem të ftuar udhëhecën e pikërisht kësaj shkolle, është kjo Pranvera Kasami. Përshëndetje Pranvera, mirë se na erdhe. Përshëndetje Ariana, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Në fakt është kënaqësi që ti jesh këtu. Do të bisedojmë konkretisht për çështjet të cilat i theksova, por ne kemi si tradicionale në emision, fillimisht i ftuarit më thon flet pak për veten, për një biografi ose themi letër njoftim të shkurt, në lidhje me atë se ku lind, u rit edhe u shkollua Pranvera. Faleminderit. Atëherë unë kam lindur dhe jam shkolluar në Tetov, thuajse të rjetën time e bëj këtu, me përjashtim të disa eksperiencave të ndryshme, qoftë nga aspekti i marrëdhënieve të punës, apo trajnimeve dhe shkollimeve të ndryshme që kam pasur jashtë vendit, por kryesisht në Tetov. Do të thënë edhe të shkollën fillore dhe të mesme, por edhe fakulteti? Të gjitha këto i kam bërë në Tetov, më pas disa eksperienca në studimet pas universitare për master kam në Itali, në një master ndërkombëtar në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Teramo të Italisë. Për ndryshe vi nga një familje arsimtarësh dhe mësuesish, them kështu, gjë që e ka lesuar goxha shumë edhe rrugtimin tim, edhe gjatë studimeve, por edhe gjithë procesin e jetës, duke qenë se nëna ime ishte një mësuese, babai një jetë të tërë që merret me këtë profesion në arsim, fillimisht si profesor dhe më pas si inspektor i arsimit. Dhe kjo ka qenë, e them me modesti, por vërtet një avantazh që ta kem atë këndvështrimin pak më ndryshe, themi që në moshë të re, dhe ta kem atë kënaqësinë të rriturit midis librash, themi kështu që më herët. Po, e rritur më thënë një frymë të tillë të arsimdhënësve, por edhe arsimdashësve. Pranvera, thaje që domethënë theksove pjesën e studimeve në Tetov. Ti që ke studiuar për drejtësi. Zakonisht faza e studimeve është faza më e bukur, të themi për të gjithë. Mund ta përshkruash pak pse vendose të studiosh drejtësinë dhe domethënë cili ishte qëllimi, ku mendoje të arije me këtë nivel të studimeve, cilën edhe ke mbaruar, dhe na flit pak domethënë për përvojën tënde si studente. Pikërisht kam vendosur të studioj për drejtësi, dhe kjo u inicua ndikuar nga vllai dhe motra ime që janë më të rritur se sa unë në moshë, të cilët ishin mjaft ambicioz dhe përzgjodhen drejtime shumë të vështira për të studiuar përpara meje në shkencat mjekësore dhe që i bën në Gjermani, kështu që unë duke e sfiduar dhe duke e krahasuar veten gjithmonë me ata, më duhej patjetër të përzgjidhja një drejtim po aq me peshë dhe po aq të rënd, të themi, si edhe ata, por në anën tjetër nuk është se më tërhiqnin këto shkencat mjekësore apo shkencat eksakte, më duhet të përzgjidhja një diçka nga natyra e studimeve shoqërore, dhe e gjeta veten tek Fakulteti i Drejtësisë, edhe sepse përkonte goxha shumë me natyrën time gjithmonë, të them edhe luftarake dhe sfiduese, që kërkoj më shumë apo që pozicionohem në anën e atyre që shpeshherë konsiderohen si të dobët apo si viktima, dhe mendova që do gjindem mjaft mirë në këtë profesion, duke e ushqyer atë ëndrrën që do bëhem një avokate e zonja, për çfarë edhe e kalova me sukses provimin shtetëror të jurisprudencës, por ja që nuk ndodhi ajo çfarë unë prisja, dhe mbase edhe të tjerët prisnin nga unë që të kyçem në profesion si një avokate. Nganjëherë ndodh që në jetë na ofrohen mundësi të ndryshme që si rezistojmë dot, bile unë personalisht inkurajoj të gjithë që të përqafojnë dhe të kapin ato mundësi që ju ofrohen, sepse nuk është një vend ideal ku ne mund të jemi edhe aq shumë përzgjedhës, mjafton që të jemi vigjilent, të shikojmë mundësitë rreth nesh dhe të kapim ato që na ofrohen. Në fakt, alternativa të mundshme gjithmonë ka, vetëm nëse ne kemi vullnet dhe dëshirë për të punuar. Sigurisht kështu është. Dhe unë u gjeta në një situatë të tillë që përqafova dhe udhtova bashkë me këto mundësi që mu ofruan
në atë kohë pas studimeve, fillimisht në sektorin jo qeveritar, ku kam qenë e kyçur shumë herët, që nga mosha 17 vjeqe, fillimisht si praktikante, sepse nuk mund të presësh që të jesh një ekspert me njëherë dhe dikush të merë për ekspert, por duhet t'i bësh hapat e jetës ashtu si që duhet me rend. Dhe më pas edhe përvojat të tjera, eksperiencat të tjera në... Që do flasim më pas taj. Pas e vazhdove për master, por për shkenca politike. Në thënë, ke bërë një ndryshim tani drastik të themi, me gjithse janë të ndërlidhura të dy shkencat njëra me tjetrën, të pëlqen politika, pse vendosi që ta ndryshosh drejtimin më pas taj? Ashtu si që thash, unë priresha që të përqafoja çdo mundësi që më jepej, madje edhe që nuk më jepej, por e ndiqja që ta kap, dhe kështu ishte edhe mundësia e punësimit tim të radhës në një program të qeverisë britanike në suazat të ambasadës britanike në Shkup, që pikërisht kishte të bëjë me ndërtimin e kapacitetit të parlamentit. Dhe këtu mendova që një profilizim në shkenca politike do ta ndihmonte shumë, gjë që edhe ndodhi atë punë që unë bëja në atë kohë. Doli, do me thënë, unë aplikova për këtë program të masterit ndërkombëtar në shkenca politike në Teramo të Italis, e fitova bursën, ndoqja studimet për master, përfundova ato, dhe ishte një plus i mirë që e ndihmoi edhe procesin e punës time të hershme në suazat të këtij programi britanik. Gjithsa, do me thënë, studion e TOEFL, konkretisht për drejtësi, pastaj për master në Itali, themi. Ke parë dallimet edhe ngjashmëritë që sadopak ndoshta i kemi ne me Italinë? Të them drejtën, me Italinë jam surprizuar shumë, sepse unë prisja një qasje shumë ndryshe, të them shumë më perëndimore, por ngjashmëritë ishin më të shumta se sa dallimet me atë mentalitet. Nga të gjitha këndvështrimet, megjithatë kualiteti është i padiskutueshëm në institucionet e atjeshme, gjë që duhet të përqafuar dhe sjell çfarëdo që mundemi edhe me sistemin arsimor këtu te ne. Përveç çështjes, domethënë tani do doja të bëjmë një lidhje në mes drejtësisë dhe politikës. Si është politikbërja në Maqedoni, nga këndvështrimi themi një profesioniste të këtij drejtimi, sepse je shkolluar për atë drejtim. Domethënë, si të duket politika e Maqedonisë? Me qenë se është bërë paksa si trend që gjithkush jep vlerësime, mendime, madje edhe konkluzione, përfundime, se i përket çështjeve politike, çdo i dyti person është bërë politikan dhe politikolog, mbase edhe sepse mungojnë angazhimet në jetë, por unë do thoja që se është dëshpëruese dhe pakënaqshme situata çdo shumë mend. Megjithatë, duke qenë se unë që shumë herët merrem dhe më brengos, më shqetësojnë çështjet e të rive, edhe në këtë kontekst më brengos ky fakt, më brengos roli dhe pozita e të rive në politik. Gjë që do duhej të ishte shumë më në nivel dhe shumë më shumë të përfaqësuar në politik. Ashtu si që janë trendet gjithandej, ju shikoni rastin me Austrinë apo me Kanadën që kanë persona të ri, të kyçur, dhe këtu dua të ndërlidhem edhe me një moment tjetër, që nuk mjafton vetëm të kyçësh të rit, vetëm nga aspekti i grup moshës që përfaqësojnë. Megjithatë, duhet të jemi përzgjedhës, sepse jemi dëshmitar të ndodhive të rënda të themi, dhe që shpesh herë shikohemi me përçmime dhe nga të tjerët për këto gjëra që ne gabojmë në politik, duke inkuadruar të rinj, por të rinj pa eksperiencë dhe të pas provuar, duke i futur në mes të një zjarri dhe duke i lënë aty pas një mbështetje. Jo këtë mënyrë të kyçjes së të rive. Gjithsesi, të rit kanë vizion dhe mund të sjellin goxha ndikim në sjellje të vendimeve dhe të politikbërjes përgjithsisht në nivel shtetëror, por duhet pasur kujdes cilët të ri, jo me çdo kusht. Sepse kështu, mbase për partitë tona, tani flas për këtë krahun e shqiptar të partive politike në Maqedoni, mbase një qasje e këtij mund të duket lehtësuese, sepse krijojnë gjenerata të rish në politik që janë servil fatkeqësisht dhe ushqehet, mbështetet serviliteti gjithnjë e më shumë. Dhe për këta,
është inkurajuese, është letësuese, janë të qetë, nuk ka kush u bën oponentë brenda partive të veta, por në afat gjatë, po ta shikosh, kjo do jetë mbytëse, edhe për vetë këto parti që inkurajon kësi lloj kuadrosh. Unë nuk janë mbase shembulli më i mirë për të reflektuar, megjithatë, e them që në këtë këndvështrim ne dallojmë nga krau tjetër Maqedonas, të cilët vërtet inkurajojnë të rritë në kyçe për procese politike, por inkurajojnë pikërisht ata të ri që kanë potencial të bartin këto përgjegjësi. Flasim pak për eksperiencat dhe përvojat tuaja gjatë gjithë karrierës tuaj ose veprimtarisë tuaj, të themi. Me qenë theksuar, do të thënë pak më herët që keni punuar qysh në moshën 17 vjeçare, ndoshta si praktikante, por keni qenë aktive dhe vëret kjo energjia që cilën dhe ju e keni. Në cilat janë përvojat, të themi, që keni hasur deri më tani? Unë kam pasur fatin e mirë, se nga njerë fatin a shërben në realizim të atyre qëllimeve dhe ëndrave që kemi. Kam pasur fatin e mirë që të punoj dhe rrethohem gjatë tërë kohës me ekspert, profesionist, profile ndërkombëtarësh. Dhe mund të them që gjatë të gjithë këtij rrugtimi që kam bë, kudo që kam aplikuar dhe në këshillet përzgjedhëse kanë qenë ndërkombëtar, unë i kam fituar ato vende pune, vende praktike, bursa, trajnime dhe kështu me radhë. Ndërkohë që nuk ka ndodhur e njëjta kur kam aplikuar dhe në këshillet përzgjedhëse kanë qenë shqiptar apo vendas të Republikës tonë. Kjo flet shumë. Si përvojë, do me thënë, kam filluar në moshë shumë të re, në organizata që i ndihmojnë procesit të fuqizimit të rive në shoqëri. Do veçoja këtu eksperiencën e jashtëzakonshme të organizatës Multikultura, që më ka dhënë ndër vite, pjesë të cilës vazhdoj të jem, por jo vetëm mua. Kjo organizatu ka dhënë edhe shumë të tjerëve mundësi që të sfidohen dhe të dalin të shikojnë në botën me një sy tjetër. Në atë kohë që unë fillova të kyqem në sektorin civil, ky ishte një koncept shumë i ri, për shumë kë i pakapshëm madje, çfarë po bëhet këtu dhe çfarë po ndodh, por unë kisha fatin e mirë që të kem dy prindër që kishin mjaft mirë kuptim dhe që mbështeten çdo veprim timin. Më pas të rritem dhe që nga viti 2004 të marrë edhe përgjegjësinë që një organizatë ndërkombëtare me qendër në Washington të Amerikës më la për të udhëhequr degën e tyre në Maqedoni, ku akoma vazhdoj të jap kontributin tim sërish në mënyrë vullnetare, sepse është ajo dëshira ime për të ndihmuar gjeneratat e reja, gjithmonë prezente. Pastaj, gjatë tërë kësaj kohe kam pasur mundësi që të ndjek trajnime të ndryshme kryesisht jashtë vendit, gjë që ka bë të shikoj botën me një sy tjetër, por të shikoj jo vetëm botën, të shikoj dhe Maqedoninë me një sy tjetër, Maqedoninë që unë dhe të gjithë ne e ëndrrojmë, por nuk mjafton, duhet ndërmarrë dhe diçka për ta sjellur vendin tonë në atë nivel që ne e ëndrrojmë. Më pas kam pasur shansin që të jem në këtë programin britanik që ishte sërish një sfidë dhe shpesh them, mbasi në jetë shpesh herë kam ndërmarrë përgjegjësi pak më të rënda se sa që shpatullat e mia realisht kanë mundur t'i mbajnë. Megjithatë, nuk bëni dëm nëse e ndërmeni një përgjegjësi pak më të rëndë se sa që mund ta mbani, sepse fundja çfarë nuk të mbyt të bën më të fortë dhe kjo është fakt. Dhe prej 7 vitesh tashmë e sprovuar edhe në sektorin privat të biznesit si konsulente në disa prej kompanive më të mirënjohura dhe më të suksesshme edhe ndërkombëtarisht, konkretisht në fushën e marrëdhënieve me publikun, menaxhim reputacioni dhe komunikim. Shumë përvoja, ne dëshirojmë shumë suksese në gjithë veprimtarinë tënde, por do doja pak të ndalemi tani në aktualitetin e radhës, që është shkolla për leadership, të folur në publik dhe debat. E theksova pak më herët, është një shkollë që ka thyrë sa të pak monotoninë në qytetin tonë, ka pasur shumë trajnues dhe vazhdojnë të ketë. Ju do të thënë jeni drejtoresha apo udhëheqja e kësaj shkolle, mund ta flisni qëllimin apo idenë e themelimit të themit një shkolle të tillë? Duke qenë se unë vetë kam, ashtu si që e thashe edhe më herët, kam pasur shansin e mirë që të jem pjesë e shkollave dhe trajnimeve të formateve të këtilla në nivele të ndryshme perëndimore, them,
përfshirë Londrën dhe disa vende të SBA-ve, unë munda të bëj krahasimin e asaj çfarë ofrojnë ata dhe çfarë ofrohet këtu, dhe qëllimi kryesor është që të sillet një program i përmasave dhe i standardeve të atilla, që edhe këtu në Maqedoni, që të rritet të themi standardi, madje që edhe vetë të gjithë ata që kanë mundësi të përzgjedhin, të bëjnë një dallim, të mund të shikojnë dhe të ndajnë të bardhën nga e zeza. Shkolla për leadership, të folur në publik dhe debat, sapo e nxjerr gjeneratën e parë të pjesëmarrësve, të studentëve të vet, mund të themi, por nuk është një hap krejt i rastësishëm. Parimisht, unë nuk parapëlqej të ndërmarr veprime mbi baza emocionesh, pa i holluar mirë çështjet deri në fund dhe pa e parë se ku shkojmë dhe çfarë është qëllimi, si edhe si do të arrim ata. Për këtë arsye kemi bërë shumë konsultime edhe me miq nga brenda dhe rajoni, por edhe me ekspertë të huaj të cilët po ashtu i kemi miq, dhe veç këtyre konsultimeve kemi bërë edhe një studim mjaft të gjerë që tek i cili kemi përfshi mbi 1000 të rinj të rajonit për të marrë atë impaktin sa vërtet do të konsumohej një programi i këtill këtu dhe sa është nevoja e një programi të këtill. Dhe rezultoi ajo që mendonim, rezultoi që të ishte ashtu, vërtet ka shumë nevojë, vërtet të rive këtu, por jo vetëm të rive, përgjithsisht të gjithëve u duhet ofruar një standard pak më ndryshe, një kualitet më ndryshe dhe që më pas të mund të thirren lehtas në atë përvojë që e kanë marrë. Jo si që fatkeqësisht ndodh edhe me sistemet edukativo-arsimore që kemi shumë të ri, bëjnë profilizohen në një fakultet të caktuar dhe pastaj ndjejnë turp ta thonë që vërtet e kanë bërë atë fakultet, sepse ka munguar qasja e strukturuar, e thellë dhe me kualitet. Kështu që t'i kthehem kësaj, vërtet programi është mbështetur nga akademik, nga njerëz të sferës së biznesit, nga njerëz të diplomacisë dhe më gjërë, dhe është shikuar si një gjë mjaft pozitive. Madje edhe të gjithëve që ju a kemi prezantuar këtë program, janë treguar shumë entuziast, kanë treguar menjëherë gatishmëri që të kyçen dhe të jenë pjesë e programit, sepse gjërat nuk bëhen vetë, për të bërë një gjë e suksesshme duhet më shumë. Dhe këtu sigurisht edhe ekipi im i cili më mbështet në çdo hap dhe janë aty dhe punojnë fort natë e ditë madje që ta realizonin këtë format, janë treguar gjithmonë të gatshëm. Por edhe një moment shumë i rëndësishëm, shkolla për leadership nuk është një komponent e vetme, është pjesë e një sër elementesh, ku këtu qëndron edhe një web portal i ri, i cili do të lançohet vetëm pas një jave, është punuar fort edhe për këtë, që do ju shërbej të rive, kryesisht, që të informohen, të kenë një informacion të integruar për të gjitha mundësit që ju jepen, qoftë për trajnime, shkollime, ndjekje seminaresh, bursa, punësime, ndërmjetësime në vende pune apo ngjajshëm. Portali do i shërbej edhe qëllimit të promovimit të vlerave të të rive dhe të rive me vlera në rajonin ton, si edhe nxitjes së debatit për ato tema që tangojnë të rit dhe si këtill quhet, madje kemi vendosur që ta quajmë pak edhe në të folurin mbase lokal apo rajonal më shumë, quhet bonzo.info. Do me thënë, edhe portali do t'jetë që ka të bëjë me të folurit dhe që do të jetë i kuptueshëm për të gjithë. Absolutisht. Në fakt, cilët janë ata cilët munden të aplikojnë? Do me thënë, çfarë kriterium është themi, ose cilët kushte duhet t'i përmbajnë kandidatët të cilët mund të jenë pjesë e shkollës tuaj? Kandidatët mjafton që të vërejnë tek vetja se kanë një dëshirë për ndryshim, një shpirt lideri, shpesh herë edhe e diskutojmë këtë edhe në leksionet që i kemi bashkë me të gjithë, që lideri a është
një format që bëhet apo është i lindur, megjithatë është një format i kombinimit të dyjave, kjo do të ishte idealja. Pra, të gjitha ata që ndihen se kanë një potencial për ta zhvilluar dhe për ta rritur më pas në një lider, janë të mirëseardhur që të aplikojnë. Veç kësaj, duhet të ekzistojë pa diskutim edhe ndjenja e marrjes së përgjegjësisë dhe ndjenja e dëshira e sjelljes së një ndryshimi në afatgjat. Po, flasim pak pranvera për programin dhe kurikulumin. Domethënë cili është në fakt programi i kësaj shkolle dhe cili është kurikulumi? Ashtu si që përmenda më herët, ne kur po e definonim programin, u konsultuam me ekspertë të ndryshëm, duke parë edhe nevojat e vendit, sepse sado që programin mbështetet në një koncept të huaj, amerikan të kombinuar me shkollën e Londrës, prapë se prapë duhet përshtatur edhe me ambientin, vendin ku ai duhet të zhvillohet, në këtë rast në Maqedoni dhe në rajon. Kështu që ne menduam çfarë janë ato gjëra që i mungojnë apo për të cilat një lider i ri ka nevojë. Përveç njohurive të përgjithshme mbi leadershipin, teknikat, natyrat e liderit dhe temat e tjera që janë brenda këtij moduli, vendosëm që të vëmë këtu edhe modulin e artit të folurit në publik, po ashtu një atribut deficitar të paktën për rajonin e Maqedonisë që po flasim. Duke sjell figura eminente, mundohemi që ta nxisim atë shpirt tek të gjithë pjesëmarrësit që vërtet ta sjellin një ndryshim të paktën në jetën e tyre, sepse kur do sjellin ndryshim në jetën e tyre, do sjellin edhe në komunitetin që jetojnë. Dhe moduli i tretë është moduli mbi debatin dhe debatimin në publik, ato rregullat e debatimit, jo debatim siç e jemi mësuar të shohim për ditë, por bazuar mbi rregulla të mirëfillta. Ky ishte qëllimi, që ky program sado i një koncepti ndërkombëtar të adoptohet edhe me elemente që do i shkonin vendit ku po zhvillohet. Po, në fakt çfarë do të përfitojnë, domethënë kandidatët, përveç eksperiencës, përvojës, që tjetër jashtëzakonshme, do të mësojnë shumë, por çfarë tjetër do të përfitojnë nga kjo shkollë? Sigurisht, ata, si që e përmendet edhe ju, përfitojnë njohuri të jashtëzakonshme, eksperjenca nga njerëz që mbase nuk i shikon dot çdo ditë dhe nuk kemi fatin të takohemi me ta çdo ditë. Madje këtu ne kemi ndërlidhur shumë bashkëpunime me institucione dhe shkolla ndërkombëtare, nga të cilët do të marrim ekspert dhe që do të trajnojnë këto kuadro tonat. Do përmendja këtu shkollën e Londrës për marrëdhënie me publikun, me të cilët kemi një bashkëpunim të shkëlqyer, por edhe disa universitete mjaft me renome nga SBA-ja, të cilët do t'i bëjmë publike si emra së shpejti. Do marrim pra eksperiencët nga gjithë këto, por në të njëjtën kohë, koncepti i shkollës është që çdo njeri nga pjesëmarrësit të sfidohet edhe praktikisht, duke u kyçur në aktivitete dhe duke zhvilluar projekte praktikisht. Kështu ka rezultuar edhe kjo gjenerat e parë, ku të gjithë pjesëmarrësit u inkurajuan që të nxisin ide, më pas mbi këto ide të zhvillojnë projekte, dhe tani kemi rezultuar që gjithë ekipi është ndarë në 2 grupe, njëri që zhvillon një projekt që ka të bëjë me inkurajimin e të rive në politikë si një mënyrë e ndikimit në politikë, bërje dhe vendimmarrje, dhe projekti tjetër quhet Njihe autizmin, që kryesisht do përfshi edhe viset rurale. Pra, jo vetëm ato atribute teorike, por edhe sprovimin e tyre në praktik me të gjitha këto njohuri që i fitojnë. Veç kësaj, sigurisht, në fund ata pajisen edhe me certifikatën që është një program i akredituar tashmë, në bazë të cilës mund të legjitimojnë të gjitha këto njohuri që i kanë ndërmarrë dhe që mund t'ju shërbej padyshim në karrierën e tyre në të ardhmen. Do të certifikojnë të gjithë kandidatët, apo? Që në momentin kur janë vendosur kriteriumet dhe standardet e programit, në çdo aspekt, në përzgjedhjen e trajnuesve, në përzgjedhjen e pjesëmarrësve, kemi qenë paksa selektiv dhe qëllimisht, sepse nëse don të sjellësh një kualitet më ndryshe, duhet domosdoshmërisht të jesh edhe selektiv. Kështu që
Janë vendosur disa kriteriume bazë në bazë të cilave një kandidat mund të certifikohet. Sigurisht janë minimale, nuk do mund të certifikohet një kandidat i cili nuk është i rregullt në eleksione, një kandidat i cili është i papërgjegjshëm, një kandidat i cili nuk përgjigjet pozitivisht në ato që shkolla vendos t'i atribuojë si përgjegjësi. Por për fat të mirë, gjenerata e parë ka rezultuar me kandidat me pjesëmarrës shumë serioz, madje që shpesh kanë nxjerrë edhe iniciativa vetë, dhe kështu nuk besoj që te kjo gjenerat do ketë ndonjë që nuk do i jepet certifikata. Në gëzon, ky fakt. Por përveç certifikatave dim që edhe bursa, domethënë, kanë aftësi që kanë mundësi në fakt që të marrin kandidatët. Përse keni vendosur që të jepni domethënë bursa? Përveç asaj që ato vinë domethënë edhe nuk paguajnë asgjë, për domethënë gjenerata e parë e kanë falas këtë shkollë dhe përkundër asaj fitojnë edhe bursa. Domethënë mund të flasim pak më tepër edhe për këtë. Sigurisht, dhe faleminderit për pyetjen, është vërtet një gjë që kishim dilema në fillim se si duhet t'i qasemi këtij aspekti, këtij momenti. Gjenerata e parë u vendos që të shkoj e gjitha me bursa, madje kishim përcaktuar që do jepnim 20 bursa, por rezultoi nga numri i madh i të interesuarve, rezultoi që kishte shumë kandidat të mirë dhe shumë më shumë se sa 20, kështu që ne toleruam deri në 27 bursa. Edhe gjenerata e dytë, për gjeneratën e dytë do të ketë disa bursa, jo më në këtë nivel sa që pati gjenerata e parë, por qëllimi ishte që vërtet të bëhet madje edhe një sakrificë nga vetë shkolla, edhe në aspekt të shpenzimeve që ka si aty dhe që janë prezente pa diskutim, të sakrifikohet nga ana jonë në mënyrë që të bëhet një fillim i mbar. Kështu kjo ne na mundsoi që të kemi një val të interesuarish dhe na mundsoi madje edhe që të jemi shumë përzgjedhës kur erdhi në pyetje se kujt do t'i akordohej bursa. Më vjen mirë që të gjithë pjesëtarët e shkollës janë shumë mirënjohës për këtë mundësi që ju është dhënë, dhe po i them edhe një herë, kjo ishte një mënyrë që ne e pam si të udhës të bëhej deri në momentin që shkolla, madje edhe të gjithë të tjerët ta merrnin veten dhe ta adoptoheshin me këtë idenë e një standardi të këtij. Flasim pak për trajnuesit. Dim që ka pasur trajnues edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, do të thonë kush në fakt kanë qenë trajnuesit dhe si e bëhet përzgjedhjen e pikërisht këtyre trajnuesve? Që të ishte që t'i ofronim një profili të caktuar të jetë pjesë e shkollës tonë, madje edhe në nivel të trajnuesit apo ligjeruesit, duhet që vërtet ai të ofronte kapacitet, potencial, eksperiencë, madje edhe atribute morale. Jemi, sërish po e them, mbase në ndonjë aspekt kjo na bën mirë, në disa aspekte na kufizon paksa, por jemi shumë përzgjedhës, sepse nëse ne vetë dëshirojmë të promovojmë vlera, atëherë duhet t'i promovojmë ato përmes vlerave më të mëdha. Kështu që u desh patjetër që të jemi kaq selektiv edhe në përzgjedhjen e atyre që do ishin si ligjërues dhe që edhe nga këta u mirëprit shumë ky koncept, si që Grida Duma, emrat të tjerë, Adi Krasta, por edhe nga vendi ynë, profesor Sefer Tahiri, është Naser Selmani dhe të tjerë që vërtet janë një vlerë për shoqërinë tonë. Në gjeneratat, ideja ishte që gjeneratën e parë ta fillojmë me një koncept paksa më lokal, të themi, por absolutisht gjeneratat e radhës do të kenë shumë më shumë trajnues të jashtëm dhe eksperienca nga ekspert të jashtëm. Sado që edhe kësaj gjenerate nuk i kanë munguar këto. Kemi pasur shpesh mysafir të ftuar si ligjërues që janë të huaj dhe sjellin eksperienca të jashtëzakonshme nga përvoja. Sa mendoni që ju kanë ndihmuar të themi gjithë kjo shkollë ose gjithë këto trajnime kandidatëve tuaj që të shprehen më lirshëm në publik, që me ditë se modulin e debatit tha që ende nuk është realizuar, më thënë është në përfundim edhe shkolla, sa janë të lirshëm që të flasin, sa munden që të komunikojnë më mirë, sa do të thonë ju ka ardhur në ndihmë një shkollë e tillë? Unë jam e bindur që ju kanë ndihmuar goxha shumë në të folurit të lirshëm, por jo vetëm kaq. Ideja është që të ndihmohet edhe artikulimi i lirshëm i pozicionimit të tyre, së këndemi edhe inkurajimi i një farë pozicionimi në shoqëri.
Qoftë për mirë apo për keq, është koha, duhet inkurajuar, marë përgjegjësia mbi supe, sjell ndryshimi që dëshirojmë ta sjellim, por duke filluar nga vetja. Kështu është koncepti ynë. Dhe mendoj që pa diskutim, teknikat që kanë mësuar edhe praktikuar, por edhe që po praktikojnë gjatë punës praktike përmes projekteve, ju ndihmojnë goxha shumë që të superojnë ato që mësojnë në ligjërata. Dhe besoj janë shumë mirënjohës për këtë fakt, sepse nuk ju jepet çdo ditë një mundësi e tillë, nuk mund t'i takojnë çdo ditë trajnuesit e tillë. Do doja pak të ndalim tani në një segment tjetër. Gjatë gjithë veprimtarisë tuaj, gjatë gjithë karrierës tuaj, që folëm edhe për përvojat, për gjithë eksperiencat, meqense përmendet në fillim të emisionit që rrjedhni nga një familje ardhashëse dhe që besoj ata cilët e njohin arsimin, e njohin domethënë vlerën e arsimit, edhe janë përkrahës të jo vetëm fëmijëve të tyre, por të rinjve në përgjithësi. Sa ke pasur përkrahjen dhe mbështetjen e familjarëve, miqve, prindërve mbi gjitha për gjithë veprimtarinë tënde? Të prindërve kam pasur një mbështetje të jashtëzakonshme, edhe për te mundësive të tyre, me çdo sakrificë që një prind mund ta bëjë për fëmijën e vet. Bile shpesh herë që në moshë të re dhe tani e kuptoj këtë pse ka ndodhur ashtu, më është lënë përgjegjësia që të vendos vetë mbi gjërat, sepse kur ti ballafaqohesh me këtë përgjegjësi, atëherë duhet vërtet ta vlerësosh mirë dhe ta masësh mirë përpara se ta presësh një punë. Kështu që jam shumë mirënjohëse për çdo mbështetje, edhe për te mundësive që prindërit e mi kanë pasur që të më ofrojnë. Por po ashtu nuk do të mjaftonte sikur të jetë vetëm kjo mbështetje, sepse tani në fazat të ndryshme të jetës, kyçemi në procese të ndryshme dhe vjen edhe koha kur ti i bashkohesh një familje të re, dhe edhe këtu duhet pasur mbështetje. Në qoftë se nuk ekziston mbështetja, qoftë nga njëra palë, atëherë nuk është storia komplete. Unë falenderoj jashtëzakonisht shumë dhe jam shumë me fat që kam hasur në një familje të atill si ajo e bashkëshortit tim, ku prindërit e tij janë treguar shumë mbështetës, inkurajues me gjitha mundësitë që ata kanë patur. Edhe shoqëria luan një rol të padiskutueshëm, eksperienca, rrugtimi, dhe njerëzit me të cilët ti punon, dhe unë sërish jam me fat që kam punuar për vite të tëra tashmë çdo ditë pranë liderëve të vërtet, pranë atyre që jo vetëm pretendojnë një leadership, por që janë lider dhe e tregojnë këtë me vepra dhe madje sjellin një të mirë të përgjithshme të jashtëzakonshme. Ky është një fat që jo gjithkush e ka dhe unë jam shumë mirënjohëse për këtë. Pranvera, cila është porosia jote për në fund, për të gjithë të themi të rinjët, por edhe për gjithë shikuesit? Unë kam disa porosi. Në radhë të parë do ju them të rive stop vetë viktimizimit. Kjo është shkatërruese, edhe sikur 100.000 faktor të jenë fajtor për një gjendje në të cilën jemi, duhet marrë përgjegjësi. Dhe duhet marrë përgjegjësi sot dhe me njëherë, sepse e nesërmja nuk e dim a vjen fare. Pastaj të mësohen të dalin nga zona e komforit, vërtet është shumë këndshëm dhe rehat në zonën e komforit, megjithatë kjo pas një kohë mund të shikojmë që mund të bëhet një humner glabëruese për ne, duhet ta sfidojmë veten me gjëra të reja, dhe e fundit është të jenë optimist, por jo vetëm optimist, ta plotësojnë optimizmin me punë të pandalshme. Po, Pranvera, falenderit shumë për gjitha këto këshilla dhe porosi kaq të bukura, por falenderit shumë edhe që ndave nga koha jute, di që ke një agent shumë të ndjeshur me angazhime, por që ndave kohë për të qenë pjesë në emisionin ton, ne të jemi shumë mirënjohës. Falenderit shumë për ftesën, suksese. Ishte kënaqësi, falenderit, suksese të qofshin përbashkëta. Nderuar shikues, ka qenë kjo e ftuara e ditës së sotme, ndërkaq që u vazhdoni dhe më tutje të qëndroni me ne.